ju do tjetër. Hajde, ne nga Ivan, bjerë se këni orë. Nëse po sikon të ke pa navë. Po s'kime një vesh. Po navë, po mas nërë. Po mas nërë, po ma një mirë. Vili për të citër, si të ashtu që shku më thashë. Deshme, kemi 4 dëshmuar këto, kanë qenë pjesë dhe të e mështetjes gjithanshme, jemi shotin matë madhë shotin matë madhë të komunës tonë, jemi në shotin e rapsatëve, të dijet shumë mirë se jemi paseni tyre të Sadet Perez, Sadet Asmuqi, por edhe ka pasarës të tjerë, mbi të gjitha jemi në panakon e njerëz të veprimtar të gjitha kohë që kanë ndihmuar, jo fshatin e Malishevën por edhe kurrë, edhe në vitet e 90-ta, edhe gjatë luftës edhe pas luftës Tagim Krasniqi. Një ndërmarrës shumë i fuqishëm, por shumë solidar. Mirë se keni ardhur këtu, thëmë në emër të këtyre të gjithë bashkë vendazë, bashkë qytetarëve tonë, në Tërnavs. Këtu kemi edhe Viktor Buzhalën, i cili është kandidat për Kuvendin e Republikës, i cili ka bërë një opozit, pa kanë kështu opozit, ashtu si i duhet vendit, duke i referuar fakteve në Kosovë, në Republikën tonë, që ka qenë, do të të përquar proceset për para, kemi Valon Hutin, kandidat për Kuvendin e Republikës Kosovës, kemi Zonja dhe Zotri, përbesë më lejohet për Shqipën, të thonë ka kemi pjesë të luftës një zonë tjetër, po kemi këto dhe veprimtarë bashkë dhe të në impotën e jashtëm. Qëfar të më tjetër edhe një herë, mirë të kemi tjetër, mirë se keni arshtu në emër të gjithë këtyre, ne se kemi Ramiz Rogustën, ka dalë, jo se arru, atë se s'ka, kemi Rogustën të cilën kemi pasur kandidat, Rëkion, edhe shumë të tjerë kemi këtu veprimtarë të që është bashkëtar i kohë të 3.2 milion euro, ndërkaq edhe është e rëndësishme me përmen marrëveshjen me kostin për një stacion, në mënyrë që mos me pas këtë ngarkesë të madhe e shpesh herë edhe reduktime në Malishev në vlerë për 6.7 milion. Për me mujt grakë mu këthyn tregun e punës, kena me ndërtu qerdhe sa më shumë. Qerdhen e kena ndërtu në Belanic, tashmë, dhe në Dragovil. Por 73 qerdhe kena ndërtu për 4 vjetë me 42 milion euro. Ndërka që para neve për 17 vjetë veç 4 qerdhe, që me vjen asë një qerdhe në mandat nuk u konë. Është rëndësishme për fëmijët me shku në qerdhe sa ma herët, se mas ne edhe suksesin si në zonje edhe në karrierë profesionale ma vonë kanë me post ma të mirë, por edhe nonat muj më këthy në tregun e punës. Super puna për rinin, kena me vazhdu me super puna për gratë.
Paga minimale vitin arshëm bëhet 500 euro, 425 euro bëhet një orë, 500 euro bëhet korrekt, edhe kush punëson gra, kam i marë 500 euro bonus për shtetit. Pra, nëse ti e kitër me mja dhonë 500 euro, ato bëhen 1000 euro. Se paga minimale kam dhonë 500 e për 6 mujtë kam mja dhonë. Një bilet të integruar këna me pas për udhëtim, 10 euro në muj, kime mujtë me udhëtu në përket Kosovën, edhe studentat që studiojnë, sa ma lartë që studiojnë për i Malisheve, qaq ma shumë këna me mbështet. Kush studion për i Malisheve në Prizren, ka mu mbështet, nëse studion në Prishtin, ka mu mbështet ma shumë, por nëse studion në Mitrovic, këna me mbështet edhe ma shumë. Këna me shiku mundësim për me bo gasifikimin e linjitit, se kena që mirë shumë, 14 miliard ton i kena, 12 14 miliard ton, me këqyr gasifikimin e linjitit, por edhe me këto energjinë e ripërtrishme kena me vazhdu, ju e dini në Rao Vestun Kramovek, veç për ndërtojt një farë parku solar me 100 MW. Është një bashkim i kompanive, Gjermani, Zvicrë dhe Arlati, jë ndër shqiptar diasporës, që në të bo vashtë, tash kena me fillu ankondin edhe me herë, ishë një trikat e kompani në gore. Dhe kena me mundësu për policët pensionimin e parakoshëm, po dhe gradimin e pashpejtu. Edhe kena me janis, qështë është tash pensionimi 65 vjeç, kena me janis 63, 62, vit pas vitit të ro, deri në 55. Po për ata që dojnë,